Them që është koha që një lloj siç reformuam drejtësinë, duhet të reformojmë edhe sistemin e burgjeve. Ndjes se mund t'jem bërë përsëritës. Jo, është interesante ideja, por kjo që thoni ju, ama do të thotë të kemi së paku si fillim të emancipuar në këtë nivel autoritetet që drejtojnë shtetin. Patjetër, nuk Se bëhet kjo nëse pa vullnet politik. vizioni i tyre nuk mbrinte ky standard për të cilin flisni ju, atëherë flasim në erë. Jo vetëm vizioni, po vullneti. Nuk bëhet kjo pa një vullnet politik. Zonja Gjaferi, duke qëndruar tek ky argument, tek domosdoshmëria e një reformimi tërësor të burgjeve, që është mbi të gjitha jo vetëm vullnet, po më së pari duhet të jetë vizion politik, duhet të krijojë bindjen tek ata dhe pastaj vullnetin për ta materializuar. Mirë po, na ka ndodhur të dëgjojmë gjithmonë, sidomos në këto 2-13 vitet e fundit, që për çdo gjë, edhe vetë kryeministri thoshte në burg, vodhi energjinë elektrike në burg, nuk paguan ujë në burg, parkon makinën dyshe në burg, dhe u bë burgu, burg, refren dhe referencë e qasjes shtetërore, sepse në këtë kontekst që është artikuluar, madje edhe me kodin e ri penal që po vjen. Përveç, pra me këtë kontekst që është artikuluar, domethënë në burg, tek ai vendi atje, tek i keqi, tek atje ku vuan, tek atje ku torturohesh, tek atje ku privohesh dhe ku veçohesh. Unë do doja ta shifja pak në aspektin psikologjik çfarë sjell kjo qasje. Duke vendosur në burg këdo dhe duke e bërë burgun sistem reference për të ndëshkuar me të njëjtin nivel ndëshkueshmërie, pavarësisht nga niveli i rrezikshmërisë këdo, në vend që t'jetë një sistem reabilitues, së pari për të gjitha problematikat që këtu u cekën, për çështje se mungojnë kapacitetet, mungojnë burimet materiale përpos vizionit që mungojnë edhe burimet njerëzore. Pra, unë mendoj që në sistemin penitenciar nuk ka staf të kualifikuar për të trajtuar në mënyrë unike problematikat e të burgosurve, që do të thotë të dënuarit nga stafi reabilitues, stafi i sektorit edukimit, trajtojnë njësoj paçka nevojave unike që kanë personalitetet e tyre, që kanë veprat penale në të cilat ata janë përfshirë, që do të thotë nuk mund të trajtojnë me të njëjtin protokoll Ligji përcakton individualizimin e trajtimit. Trajtimit, po. Pa janë kushtet në burgje. Po flas për protokolle, jo për ligje, që do të thotë një psikolog që është pjesë e sektorit e edukimit në burg, nuk mund të trajtojë me një plan trajtimi individual, po pa protokoll specifik klinik, një çrregullim personaliteti psikopat për shembull, me një të dënuar tjetër që ka kryer një vepër seksuale apo një krim të natyrës seksuale.